Receta me uthull molle që zhduk rrullat nga fytyra për një ditë, ja si ta përgatisni. Shumica e dinë që uthulla e mollës ka efekte pozitive për flokët. Aplikimi i saj është një armë befasuese në luftën kundër artritit dhe dhimbjeve të nyjeve. Mirë po, pak e dinë se uthulla e mollës do të ofrojë përfitime të rëndësishme edhe në lehtësimin e problemeve të fytyrës, gjithashtu edhe në trajtimin e komplikacioneve të tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse po mendoni për probleme me lëkurën, si për shembull edhe ato të inflamacioneve, akneve ose edhe poreve të zgjeruara, uthulla e mollës do të jetë një zgjidhje ideale, citon Brightside. Uthulla e mollës mund të përmirësojë vlerat e pashit të lëkurës, duke parandaluar kështu paraqitjen e puçrave dhe mbylljen e problemit të poreve, duke e bërë lëkurën tuaj të duket më e thatë dhe as pak tepër e yndyrshme. Kështu, përfitimet që do të keni në shëndetin tuaj të lëkurës do të jenë të menjëhershme dhe të shumëfishta. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu edhe si një ngjyruese e lëkurës suaj. Mund të nxjisë qarkullimin e dur të gjakut në kapilarët e vegjël, të cilët janë përgjegjës për rrjedhjen e materieve ushqyese në lëkurë. Do të mënjanojë bakteriet e dëmshme dhe qelizat e vdekura të lëkurës. Përmbajtja e sulfurit do të reduktojë dukshëm rrullat edhe njollat në lëkurën tuaj. Gjithashtu do ta bëjë atë të duket më e shëndetshme, të ketë më pak probleme dhe të ndihmojë në qarkullimin më të mirë të gjakut në lëkurë. Por si mund ta përdorni atë për të marrë të gjitha këto përfitime? Atë mund ta përdorni si një toner lëkure. Përzieni 1/3 e uthullës së mollës në 2/3 e ujit dhe tunni atë mirë së bashku. Vendoseni atë në fytyrë të pastër me një copë pambuku, e më pas e lini të thajë në lëkurë dhe vendosni kremin hidratues. Kështu do të keni një rigjenerim më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe do të keni gjithashtu më pak inflamacione të saj. Kështu, uthulla e mollës mund të jetë një përmirësuese e dukshme e shëndetit të lëkurës. Ardha e verës shoqërohet gjithashtu edhe me probleme të ndryshme të lëkurës. Nxehtësia e diellit është tepër e ashpër për lëkurën dhe shkakton probleme me djegjen, aknet, puçrat, njollat, gjithashtu dhe infeksionet të saj. Kremrat dhe trajtimet të ndryshme natyrale mund të jenë të shumta për lëkurën, por jo të gjitha sjellin të njëjtat përfitime kur bëhet fjala për dukjen e saj dhe parandalimin e krijimit të akneve, të cilat mund të ndikojnë edhe në shëndetin tuaj të jashtëm. Bëhet fjala për uthullën e mollës e cila ka shumë përfitime për shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është e pasur me disa acide të mira për lëkurën, me vitamina dhe minerale, enzima dhe kripra minerale, të tilla të cilat mund të japin rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e problemeve të saj. Uthulla e mollës mund të jetë një lehtësues e akneve. Gjithashtu ajo mund të ndihmojë edhe në luftën kundër puçrave të lëkurës. Uthulla e mollës është shumë efikase kundër puçrave në fytyrë. Ajo lufton bakteriet dhe mykun, por edhe pastron lëkurën nga yndyrnat dhe pluri. Përzieni uthull molle të pafiltruar me ujë dhe më pas lani fytyrën me të, duke përdorur pambuk. Pas 10 minutash lajeni fytyrën me ujë të vakët. Këtë trajtim duhet ta përsërisni për disa ditë me radhë. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, është më mirë që të mos e përdorni këtë aplikim. Uthulla e mollës mund të ndihmojë kundër djegjeve nga dielli. Përzieni gjysmë filxhani uthull molle me 4 filxhan ujë. Futeni në një enë në një nap të pastër dhe më pas lyeni zonat e djegura të lëkurës. Këtë trajtim e përsërisni disa herë në ditë derisa lëkura juaj të përmirësohet ndjeshëm. Ju mund të largoni gjithashtu edhe problemin e qelizave të dëmshme. Uthulla e mollës mund të përdoret edhe për të hequr qelizat e vdekura të lëkurës. Mjafton të tresni pak uthull molle në një enë të mbushur me ujë të ngrohtë dhe duhet të vendosni të qëndroni në të për 20 minuta. Këtë trajtim e përsërisni sipas nevojës një herë në javë dhe trajtimet të tilla do të japin rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Uthulla e mollës mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në tonifikimin tuaj më të mirë të lëkurës.
Uthulla e mollës ka efekte shtrënguese për poret e lëkurës dhe i bën ato që të duken edhe më të shëndetshme, duke larguar kështu probleme të ndryshme të yndyrnave. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të përzini pak uthull në ujë dhe të shtoni disa pika të vajit esencial të preferuar. Lyeni pambukun në këtë tretësirë dhe aplikoni në fytyrë, më pas e shplani me ujë. Trajtimi mund të përdoret 1 herë ose 2 herë në ditë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë rigjeneruese për lëkurën tuaj në parandalimin e këtyre inflamacioneve. Uthulla e mollës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për lëkurën tuaj edhe kundër problemeve të njollave dhe të rrullave të lëkurës. Acidet të cilat gjenden te uthulla bëjnë të mundur largimin dhe luftimin e njollave të moshës dhe minimizimin e rrullave. Ju mund të lyeni me një pambuk me pak uthull dhe ta vendosni atë direkt mbi rrulla. Pas 20 minutash mund ta shplani fytyrën tuaj me ujë të freskët dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme. Kështu, aplikimi i këtyre produkteve në dukjen e lëkurës suaj mund t'ju bëjnë që të keni një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e lëkurës. Për sa kohë ajo përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe gjithashtu do të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të luajë një rol parandalues kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu do të ndihmojnë të keni një dukje më të mirë të shëndetshme të saj. Nëse do të kishte një listë të problemeve më të urryera estetike, rrullat padyshim do të ishin në krye të saj. Simptomat e padukshme të plakjes janë të mundura që të lehtësohen dhe të vonohen edhe të mbani lëkurën tuaj më të shëndetshme duke ndjekur trajtime të duhura, të cilat në kushte shtëpie mund të japin rezultate mbreslënse në dukjen e lëkurës suaj. Tërshëra është një maskë përbërëse e një elementi ushqyes për mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Kjo është hidratues i shkëlqyer për lëkurën tuaj dhe mund të mbajë larg gjithashtu edhe problemet që i kanosen, duke mbajtur pH-in e lëkurës më nën kontroll dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Përdorimet të tilla mund të japin rezultate të mira në dukjen e lëkurës, parandalimin e komplikacioneve dhe sjelljen e rezultateve konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Kosi është një hidratues i shkëlqyer i lëkurës suaj. Ka efekte të mira në shëndetin e saj dhe evitojnë komplikacionet, si dhe problemet që i kanosen. Mjafton që ta aplikoni atë si një tonik natyral në shëndetin e lëkurës dhe do të keni kështu rezultate të shumëpritura. Mjalti është një produkt i cili në aplikimin në kombinim me kosin mund t'i ofrojë lëkurës suaj mira virtyte të qëndrueshme, duke evituar kështu komplikacionet e saj dhe duke sjellë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Aplikimi i këtyre maskave mund të jetë një mbrojtje më e mirë në dukjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Maska të tilla në kushte shtëpie mund t'i japin mbrojtje më të mirë për lëkurën tuaj dhe duke zbehur kështu edhe shenjat e rrullave. Rrullat janë të paevitueshme dhe duhet të përdorni trajtime natyrale të cilat në kushte shtëpie mund t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ju mund të përdorni metoda të ndryshme natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të ndihmojnë në zbehjen e njollave dhe të rrullave. Rrullat mund të zbehen, të shmangen ose të mbahen nën kontroll me disa trajtime krejt natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të ndihmojnë në dukjen më të mirë të lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Kështu rezultatet që do të keni do të jenë fantastike. Vaji i arrës së kokosit është një përzgjedhje shumë e mirë në dukjen e lëkurës. Me këtë vaj mund të masazhoni rrullat duke lyer me lëvizje të lehta dhe rrethore. Pas masazhit ju mund të mbani vajin e lëkurë për gjatë gjithë natës. Maska duhet të përsëritet të paktën çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për dukjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre.
Ndjekja e këtyre ritualeve do të jetë një mundësi e shkëlqyer në duken e lëkurësuar gjithashtu edhe në parandalimin e krijimit të akneve të tyre. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.